Mesazhe nga personat që i nje ose që nuk i nje, me lëtë në sy, duke thënë që u dava dhe për dëgjoj ty. Ose ndave. Jo, kjo që më rondë. Qishme me tangu kongën ndave. Pa që se inspirohet njëri me zemër që ato momente, zakonisht ku e nga një koncert. Veç e nga thotë, po unë i kom thi malet për këto, kja s'ma dim lerën, a? Edhe aty fillon mas në ca matematika. Okej, të pyta të ka shkru lidhje me këtë këngë, po unë e personalizova. Po atë ka shkru dikush që ndoshta në një moment të kohës të ndë tjetës të ndë ke folj me ta. Jo. Ose me ta bo follow prap, mas ta ka bo në follow. Me bo follow asë manin. E kaluar, është e kaluar. Se duhet me këthi kokën mas me u marrë me të kalume. Edhe, po ne që shko kena qef. Dhe s'mas me nejtë. A mu nuk të pëlqen kështu? Nëse flasim drejt, na pëlqen pak në like-a dhe kur dhe shetë ajo një letë bojmë personi. me like, comment, qatë donë letë bojnë. Ama une, si rilint, e kam veç, që s'manin. Kur e pate mundësins... Okej, pas këngës virale, cili ka qenë mesazhi më i çuditshëm që të ka ardhur në Instagram? Pse po vjedh kongë? Se më kanë shkrujt. Okej, a e ke vjedh? Jo. Ka që më kanë shkrujt kongën e është e vjedhër edhe ma qenjë ato kongën që e kam postu, tash kur e dëgjojnë atë këto, një kongë që ma të më thotë e prej mu e ke vedh. S'ka kudo. S'ka të bëja jo. Realisht, edhe unë i autoriali thomë, këngës jeni 100%. nëse ti menon që ta kon vjedh kongën, lirisht ka, du me thonë, organet që mi mbajnë drejtat, po, shko. Edhe drejta autoriale. Shije kongën, nëse so e vërtet, konga kthehet. Mosë merë me mu, unë kënëj. Nuk mena me kësi sendesh, qa bohme këndej. Okej.